Kështu, kur ky 14 shkurtër të trokas në dyert tuaja, mos e shihni thjesht si shenjë komerciale apo si ditë me lule dhe çokoladata. Kujtoni se pas kësaj date fshihej një prift që guxoi të sfidonte një perandori për një parim më të lartë. Kujtoni një të burgosur që shkroi vargje dashurie mes mureve të ftohta të kullës dhe një vajzë të vogël që pa dritën për herë të parë. Nuk ka rëndësi nëse je i dashuruar, nëse je vetëm apo nëse je në kërkim. Shën Valentini nuk është festa atyre që kanë gjetur dikë, por festa atyre që guxojnë të ndjejnë, sepse në fund të fundit ne nuk jemi këtu për gjithmonë, por mesazhi i Valentinit na mëson se ka diçka që i mbijeton kohës, prangave dhe harresës. Kuptimi i vërtetë i emrit të tij është të jesh i fortë, të jesh i denjë dhe të jesh njeri. Në fund të fundit, të jesh njeri do të thotë të duash pafund. Ndaj guxoni të thoni atë që ndjeni, shkruaj një letër, bëj një telefonat dhe mos harro se drita e madhe nuk vjen nga dielli, por nga mënyra se si shohim botën përmes syve të dashurisë. Nga historia jonë tek zemra juaj, gëzuar Shën Valentinin. Akrejpët konsiderohen pa diskutim shenja më misterioze e gjithë zodiakut. Ata nuk flasin kur rastësisht për veten dhe nuk zbulojnë asgjë pa arsye. Edhe kur ndihen të afërt me dikë, zgjedhin me kujdes çfarë të thonë dhe çfarë të mbajnë për vete. Për akrejpin, informacioni është fuqi dhe ai nuk e dhuron lehtë, ata preferojnë të vëzhgojnë në heshtje. Analizojnë çdo fjalë, çdo gest dhe çdo ndryshim tek të tjerët, ndërsa mendimet e tyre mbeten të mbyllura thellë brenda. Shpesh din shumë më tepër për të tjerët se sa të tjerët din për ta. Kjo i bën jashtëzakonisht të vështirë për t'u lexuar dhe pothuajse të pamundur për t'u mashtruar. Kur akrepi lëndohet ose zemërohet, rrallë shpërthen. Ai hesht. Dhe kjo heshtje është shpesh më e fortë, më e ftohtë dhe më e frikshme se çdo reagim emocional. Ai mban gjithçka brenda, por kur nuk harron. Emocionet e tij janë të thella, intensive dhe të qëndrueshme, qoftë dashuri, qoftë zhgënjim. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit shpesh nuk arrin ta kuptojnë se çfarë po mendon ose po ndjen vërtet një akrep. Ata shohin vetëm sipërfaqen, ndërsa brenda tij zhvillohet një botë e tërë emocionesh, luftërash të brendshme dhe vendimesh të heshtura. Dhe vetëm shumë pak njerëz kanë privilegjin të hyjnë vërtet në atë botë. Bricjapi, në shikim të parë, Bricjapi duket i ftohtë, serioz dhe i parritshëm emocionalisht. Ai flet pak, buzëqesh rrallë dhe gjithmonë duket sikur mban gjithçka nën kontroll. Por ky qetësim i jashtëm është vetëm një maskë. Pastaj fshihet një botë emocionesh që Bricjapi rrallë lejon dikë ta shohë. Bricjapët nuk e zbulojnë cenueshmërinë e tyre, sepse për ta, të tregosh dobësi do të thotë të rrezikosh. Ata kanë mësuar herët në jetë të mbështeten vetëm te vetja dhe të mos presin shumë nga të tjerët. Prandaj edhe kur kalojnë periudha të vështira, zgjedhin të heshtin dhe të përballen vetëm me barën e tyre. Ata mendojnë shumë, analizojnë çdo hap dhe çdo pasojë. Emocionet nuk i shfaqin spontanisht, por i kontrollojnë me disiplinë. Kjo i bën të duken të largët, por në realitet ata thjesht po mbrojnë veten nga zhgënjimi dhe tradhtia. Misteri i Bricjapit vjen nga kjo aftësi për të mbajtur gjithçka brenda, pa u ankuar dhe pa u rrëzuar para të tjerëve. Vetëm ata që fitojnë besimin e tij e kuptojnë se pas asaj pamjeje të fortë fshihet një zemër e ndjeshme, besnike dhe e thellë, që ndjen më shumë se sa tregon. Ujorët janë ndër shenjat më të vështira për të kuptuar, sepse misteri i tyre nuk është emocional në mënyrën klasike. Ata duken të hapur, të shoqërueshëm dhe mendje hapur, por në realitet mbajnë një distancë të padukshme mes vetes dhe të tjerëve. Mund të flasin për gjithçka, për ide, për botën, për njerëzit. Por shumë rrallë për atë që ndjejnë vërtet, ata jetojnë në botën e tyre mendore. Reagimet e tyre shpesh nuk përputhen me situatat emocionale, gjë që i bën të tjerët të hutohen. Kur dikush pret shpërthim ndjenjash, ujori përgjigjet me qetësi dhe logjik. Jo sepse nuk ndjen, por sepse i përpunon emocionet ndryshe në heshtje.
Në mendje, larg syve të tjerëve, ujorët janë misterios sepse nuk lidhen lehtë emocionalisht dhe sepse ruajnë gjithmonë një pjesë të vetes vetëm për veten. Ata mund të jenë shumë pranë fizikisht, por emocionalisht mbeten të parritshëm. Pikërisht kjo distancë i bën intriguese dhe shpesh të pamundur për t'u lexuar. Peshqit duken të budh, të ndjeshëm dhe të hapur, por kjo është vetëm një pjesë e vogël e realitetit të tyre. Ata kanë një botë të brendshme jashtëzakonisht të pasur, të mbushur me emocione të thella, imagjinat dhe ndjeshmëri që rrallë shprehet plotësisht me fjalë. Ata dëgjojnë të tjerët, i kuptojnë dhimbjet e të tjerëve dhe shpesh mbajnë barat emocionale që nuk janë të tyre. Por kur vjen puna te ndjenjat e tyre, peshqit zgjedhin të heshtin. Jo sepse nuk kanë çfarë të thonë, por sepse ndjejnë shumë dhe nuk dinë gjithmonë si ta shpjegojnë atë që përjetojnë. Misteri i peshqve qëndron në faktin se njerëzit mendojnë se i njohin, por në të vërtetë shohin vetëm sipërfaqen. Brenda tyre ka emocione që ndryshojnë, thellohen dhe transformohen vazhdimisht. Ata jetojnë mes realitetit dhe botës së tyre të brendshme, dhe shumë pak njerëz arrijnë ta kuptojnë plotësisht këtë univers të fshehtë.